Bilal Kasami mori mandatin e dytë për ta drejtuar komunën e Tetovës edhe për 4 vite të ardhshme. I falenderoi qytetarët që e kanë përkrahur, gjithsesi u zotua se do të vazhdojë të jap kontribut për qytetin. Premtoi mbylljen e disa megaprojekteve, siç është stadiumi dhe stacioni filtrues. Veç më janë duke u realizuar disa megaprojekte për Tetovën, siç është stadiumi i qytetit, i cili me punët që do vazhdojnë të realizohen aty, do të bindim edhe ata që më spaku kanë besuar se ai stadium do të ndërtohet për shkak të dëshpërimit që ka qenë edhe mashtrimeve në të kaluarën, gjithashtu edhe vazhdimi i realizimit të projekteve infrastrukturore, po ashtu një projekt, një megaprojekt që ka të bëj me kanalizimin fekal, pra një projekt mbi 40 milion euro për kolektorin kryesor të ujrave të zeza dhe filter stacionin apo impjantin e pastrimit të ujrave të zeza në fshatin Falisht. Në 100 ditëshin e parë, Kasami premtoi vazhdimin e projekteve dhe transport falas për gjithë qytetarët e Tetovës. Në 100 ditëshin e parë do të realizohet edhe premtimi për transport publik falas. Atje nuk e përmenda në pjesën hyrëse që premtimi që çdo nxënës që do të regjistrohet nga viti i ardhshëm shkollor në klasë të parë do të ketë nga 100 euro për materiale shkollore, pra gjithë ata premtime të cilat teknikisht mund të realizohen në 100 ditën e parë do të realizohen. I pyetur nëse do të vazhdojë asfaltimi i rrugëve edhe pas zgjedhjeve, pasi që kushtet klimatike nuk ishin problem në fushat që të asfaltohet, Kasami tha se projektet do të vazhdojnë derisa të kenë mundësi.